Unë jam Mesut Shabani, jeni me podcastin Mesut Shabani Vistër Radio Visari. Çfarë po ndodh në Brvenic? Komunë mjaft diskutabile gjatë votimeve dhe ku fitoi kandidati Ilievski nga Brvenica. Përfitet se popullata është 2-1 në favor të shqiptarëve, mirë po nuk ndodhi në votim ashtu. Dhe sot u votua kryetari i Këshillit Komunal. I kujtohet çfarë thotë që partia politike në pushtet, ajo cila udhëheq me qeverinë VMRO-DPMN dhe pastaj bashkëngjit Vlen. Në komunat multietnike votohet për etik, jo për etni. Dhe çfarë ndodhi sot në Brvenic? E kundërta, u votua për etni, jo për etik. Si është e mundur që Robert Miloshovski nuk u votua me +3 vota nga Vlen, por me 2 nga LSDM. Pra në vend që ti kishte 9, tash ka 8. Çfarë ndodhi në ndërkohë? Me ndarjen e certifikatës për kryetar komune dhe zgjedhjen e kryetarit të Këshillit sot të vetëqeverisjes lokale për komunën e Brvenicës, pas 2 rretheve zgjedhore dhe afateve për ankesa si dhe kundërshtimeve të paraqitura, Komisioni Zgjedhor Komunal i Brvenicës ndau certifikatat për kryetar të zgjedhur Ivica Ilievski. Po ashtu me 8 vota pro, kryetari i Këshillit të zgjedhur Robert Miloshovski, i cili ishte bartës i listës së kandidatëve për këshilltar nga VMRO-DPMN, parti nga cila vjen edhe kryetari i komunës. Pra teza e VMRO-s dhe Mickovës se në komuna multietnike votohet për etik dhe jo për etni, që përkrahej edhe Vlen në fund, edhe pse në Brvenic kishte 3 këshilltar Vlen, ndërsa LSDM kishte 2, një më tepër Vleni, nuk dhezi pas fitores. Malësorët e mi të Malësisë së Sharit thonë, ka përceva rekan shurshakali.